3-2 për Shqipërinë. Po kjo është sport, s'ki nevojë me refuzu. Ky sport është. Okej, apo mendon se ka pas incidente sonte në lojë? Jo. S'ma merr mendja. Që nëse nuk fiton lojë, sport është. Besojmë se do të fitojmë. 2-1. 2-1 kismet inshallah. A mendon që Shqipëria është dashur me refuzu këtë lojë? Jo, kundërtën. Sporti është sport, politika është politikë. Okej, a mendon që ka pas incidente sa të bazuar edhe në Inshallah jo, se po e dëmtojnë kombëtarën. Unë mendoj që 3-0 për Shqipërinë. për Shqipërinë? A ti çfarë me këtë Shqipëria? Po. Pse? Pse është shteti i këtë shqiptarëve dhe kena dëshirë me fitu gjithë Shqipëria. Shpresoj që ka me fitu, ka me konë ndeshje e shtirë, po me një gol apo 2 ma shtesë se sa Serbia, besoj që fitojnë. Okej, apo mendon që Shqipëria është dashur me refuzu lojën në Serbi? Po i masi aty gjona që ka ndodhë në kalumen, besoj që po masi ata e kanë zgjidhë grupat e lojnë këtë ndeshje me ndodhë, atër është në regull besoj. Kishë mbu edhe me refuzu, kishë bu. Apo pret që ka me ndodhë, sa ndu bazu edhe hirave tjera që ka ndodhë? Valojnë 99% po. Pa tjetër, unë do të shikoj sot lojët. Unë jam nga Rumania, po jetoj në Shqipëria edhe unë jam këtu me 2 shokët që janë futbolist profesionist nga Anglia. Shpresa ime dhe unë jam, do me thonë, afër si sigur që Shqipëria do të fitojë. 2-0 për Shqipëria. Unë shpresoj jo, e dini pse, sepse unë po besoj që Zoti në thirrje të kemi paqe me njëri tjetri, edhe unë kam shumë shpresë edhe besim në Zoti që shqiptarët do të sjellet në mënyrët elegant, në mënyrët mirë, edhe në fundi i ditës ne duhet të lojmë këto urrejtja çdo gjë edhe të kemi paqe dhe të fokusojmë në lojë. Ato njerëz që janë më të mira, ato po mendoj që do të fitojnë. Edhe unë kam shumë shpresë që Shqipëria do të fitojnë. Unë jetoj në Tiranë, afër qendër, edhe unë kam pa disa herë, do me thonë atje atmosfera mund të jetë disa, por shpresojmë që nuk do të ndodhë.